Ju përshëndes edhe njerë shikues të nderuar, rikthehemi në Fokus në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Kam kënaqësinë që të rikthehet me mua këtu në studio kandidatja e Partisë Demokratike për deputetet e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Nada Daulja. Mirëmbrëma, mirë se erdhët përsëri në Fokus, zonja Daulja. Mirëmbrëma Ermal, faleminderit shumë për ftesën. Ishit në fakt edhe në nisje të kësaj fushate, e cila duket se ka ndezur tashmë edhe më shumë me ritme motorët dhe hapat duhet jenë të shpejt, sidomos për ju që garoni në listën e hapur për deputete në qarkun e Vlorës. Si po ecën deri më tani kjo fushate e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Faleminderit për pyetjen. Në fakt ne jemi në kulmin e fushatës Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Gjithë ne si kandidat patjetër që jemi në teren, gjithë dita jonë është okupuar duke takuar qytetar, duke takuar njerëz të shtresave të ndryshme, njerëz të cilët na mirëpresin, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë dhe për ta theksuar, na mirëpresin, shohim dritë tek sytë e tyre, shohim besim që gjërat do të vënë shumë më mirë mbas datës 11 maj. Fushata besoj në të gjithë Shqipërinë po ecën, nga të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike po ecën me të njëjtin ritëm. Jemi të gjithë, po e them prap në teren, sepse aty bëhet fushata, aty është e vërteta, aty janë votat reale të qytetarëve dhe të shqiptarëve. Në fakt, ju thatë se po ecën shumë mirë fushata e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj, po fushata juaj personale. Pra si po ecën në këto ditë? Duke nisur dhe duke lidhur edhe me fushatën e kandidatëve të tjerë, siç e theksova pak më sipër, edhe fushata ime personale, po ndjek këtë ritëm, dita ime nis shumë herët në mëngjes, duke takuar njerëz, duke takuar ata që duan dhe më ka kërkuar vetë më takojnë si kandidatet, duke dashur të dinë dhe një lloj platforme dhe një lloj programi që Partia Demokratike ka, dhe janë njerëzit ata që na kërkojnë dhe duan të kenë dieni dhe informacion mbi këtë. Takime me grupe interesash të ndryshëm, takime me të rinj, takime me pensionistë, derë më derë dhe dorë më dorë. Kjo është fushata personale e Nada Daullës. Në fakt, zonja Daulja, ju e keni përqendruar këtë fushatë më shumë në qytetin e Vlorës dhe në njësitë administrative të Bashkisë së Vlorës, apo jeni shtrirë edhe në bashkitë e tjera të qarkut, pra në të 7 bashkitë e qarkut Vlorës? Si po e zhvilloni këtë fushatë? Që në fillim të shpalljes së kandidaturave, ne si kryesi morëm një vendim me anëtarët e kryesisë, së bashku dhe me dakordsinë e kandidatëve dhe drejtuesit politik të qarkut Vlorë, zotit Leskaj, që secili kandidat do të kishte një zonë të përcaktuar dhe do të merrej, si thua, të punonte në zonën e tij. Aktualisht dhe personalisht unë mbuloj rajonin numër 5 të Vlorës, por kjo nuk do të thotë që nuk kam pasur kërkesa nga qytetarët të tjerë dhe nga bashkitë të tjera të qarkut Vlorës, dhe kam kryer takime jashtë qytetit të Vlorës dhe jashtë zonës ku mbuloj. Dhe do të vazhdoj patjetër që ta bëj akoma me më shumë ritëm në këto ditët e fundit që janë kulmore për fushatën dhe për zgjedhjet e 11 majit. Si po i presin qytetarët? Ndjeni mbështetjen, besimin e tyre në këto ditë? Absolutisht po, këtë ta them me shumë sinqeritet dhe me shumë pastërti. Unë në fakt e kam për herë të dytë që kandidoj në siglën e Partisë Demokratike. Një lloj eksperiencë thuash, edhe pse as i fushat nuk i ngjan fushatës tjetër dhe as i situatë nuk i ngjan situatës tjetër. 2021 ka qenë tjetër lloj dinamike, 2025 ka tjetër lloj dinamike. Ajo që unë vëre dhe ndaj po e them këtë dhe bëj një lloj diferencë është që qytetarët e shoh që janë, për të thënë të vërtetën, shumë hapa para nesh edhe si kandidat. Kjo tregon, dhe çfarë dua të them me këtë, kjo tregon që mikpritja e tyre është maksimale. Patjetër, mua jo vetëm si një vajzë vlore dhe si mjeke që janë në profesion, një pjesë e qytetarëve më njohin në këtë drejtim, njëkohësisht dhe me e angazhuar në Partinë Demokratike për disa vitesh, do të thënë jam një figurë thuash e njohur për qytetarët e Vlorës, po flas edhe për qytetarët më gjerë, domethënë thjesht që më njohin si kandidatë e Partisë Demokratike, shikoj një suport absolutisht maksimal, jo vetëm personal timin, po këtë e shoh edhe me kandidatët e tjerë të Partisë Demokratike, dhe kjo tregon që qytetarët kanë vendosur që 11 maj të bëjnë ndryshimin e madh duke votuar për Partinë Demokratike numër 1. Po a lexoj në sy, duke qenë dhe mjeke, po e them përsëri,
kemi një sy, ne i themi sy klinik, në fakt nuk po i shoh si pacient, i shoh si njerëz super të vlerësuar, po e lidh këtë me pjesën që u lexoj në sy, e kam shumë herë më të kollaj këtë pjesë, për t'u lexuar në sy, atë çka shpirti e transmeton me shikim edhe me një shtrëngim dore. Po te mua çfarë lexon sy? Që intervista do na shkojë shumë barde në fund. Patjetër. Dhe do të vinë të votosh datën 11 maj për Partinë Demokratike për numrin 1. Patjetër që po do të shkojmë bar kjo intervistë dhe nuk ka se si. Cilat janë problematikat që qytetarët ju ngrenë gjatë këtyre ditëve të kësaj fushate intensive? Problemet janë të shumta, Ermal, duke u nisur që nga problematikat lokale që ka qyteti i Vlorës dhe pastaj probleme të tjera që në sistemin makro të thuash. Ditë për ditë që unë takoj njerëz, jo që janë probleme që ne i shohim vetë me sytë tanë dhe i prekim me duart tona kur thonë, po dhe qytetarët ankohen dhe kanë shumë ankesa në lidhje me atë çfarë po ndodh njëherë aktualisht me Vlorën si qytet. Dhe ndaj nisa duke thënë probleme lokale të Vlorës. Ne sot shohim që është shkatruar gjithë rrugët e Vlorës, nuk kemi ku kalojmë. Janë shkatruar makinat, janë bllokuar bizneset. Ky është një handicap shumë i madh që të paktën është një shqetësim që qytetarët e kanë real të momentit. Përtej këtij problemi ka shumë nuk di nga t'ia filloj më përpara. Por ama gjëja më dramatike të thuash, e cila prek çdo familje, jo vetëm vlonjate, dhe nga kjo burojnë gjithë problemet e tjera pasaj, është ekonomia. Çfarë mund të themi për ekonominë sot? Pafund mund të flasim. Një ekonomi e rënduar, një ekonomi e shkatruar, familje me më pak lek, pensione më të ulta, rroga më të ulta, shtresa e mesme që nuk ekziston më, intelektual që ende në përbot, shpopullimi, shof në përgjithëta takimet që kanë bërë kryesisht familje ku gjej vetëm dy të moshuar që u lëngon zemra dhe shpirti për fëmijët që kanë të larguar. Dhe jo se kanë ikur me dëshirën e tyre dhe kanë dashur të lënë familjen apo prindit e tyre këtu. Kjo qeverisje e këtyre 12 viteve, kjo qeveri ka detyruar që të largohen nga Shqipëria. Është një shqetësim shumë i madh ky, që unë e vëre ditë për ditë në takimet e mia dhe qytetarët më kanë transmetuar. Nuk u dalin pensionet për të përballuar minimumin jetik, për të ngrënë bukë dhe për të pirë ujë, palere pastaj për të blerë banat që u duhen pensionistëve apo kujdo që ka nevojë të shërbejë shëndetit të tij. Infrastruktura, edhe pse kjo prapë lidhet me pjesën e qeverisjes lokale, infrastruktura lë shumë për të dëshiruar. Dhe për të gjitha, përveç se të problemin e rrugëve që e theksova edhe më herët, të gjitha lagjet, themi, informale të Vlorës që unë kaloj ditë për ditë, është e pamundur të them si mund të jetojnë këta, është e pamundur të jetosh, dhe unë them si mund të jetojnë këta njerëz në këto rrugë, në këto kushte në vitin 2025. Ankohen ende tur për ta thënë, ankohen ende për mungesë të ujit të pijshëm, për mbeturinat e hedhura kudo në përlagje, nuk kanë ku kalojnë. Dhe në vend të oksigjenit, që Vlora do ta kishte me shumicë, duke qenë si një vend të jodit, duke qenë që ne jemi një vend bregdetar që na ka azili, për mos thënë jo e gjithë Shqipëria si qytet, po ndoshta edhe jashtë Shqipërisë, dhe këtë e kemi treguar ndër vite, po kjo është vetëm për fatin e bukurive natyrore që ka Vlora, sepse dora e njeriut e ka shkatruar dhe nuk ka ditur ta mirëmbajë. Dhe kjo është e gjitha në kurizën e dëmin e qytetarëve vlonjat. Nëse pas 11 majit ju do të jeni në kuvendin e Shqipërisë, si do të zgjidhni këto problematika që thatë? Dhe sa do ta keni ju fuqinë apo forcën për të përcjellë zërin e qytetarëve në parlament? Partia Demokratike, kjo është e pa diskutuar që mbas 11 majit do të jetë në pushtet, dhe për këtë është zotuar duke që në fillim të kandidimit në listat dhe kandidatët në listat e hapura apo të mbyllura janë zotuar që do të jenë një zë i fortë në Parlamentin shqiptar për qytetarët dhe në fokus qytetarin. Ajo çka është më e rëndësishme në gjithë këtë është një program që Partia Demokratike ka hartuar dhe do të jetë shumë i mirëzbatueshëm që në momentin e parë që Partia Demokratike do të vinë në pushtet, një program të shumëfisht në të gjitha fushat që na prekin si qytetarë të Shqipërisë, në gjitha shtresat që ne përfaqësojmë, kam menduar një program që lidhet me ekonominë, një program që lidhet me pensionistët, një program që lidhet me shëndetësinë, me arsimin, me hallkat kryesore që të cilën nga familjet shqiptare e prek dhe jeton çdo ditë, me bujqësinë, me për fermerët, paketa e dëmshurisë, është një paketë tjetër që do të flasim më mbrapa për pjesën e programit, po thjesht po i përmend tani. Dhe duke u nisur nga ky program kaq i mirë hartuar, që do të jetë patjetër i zbatueshëm,
që në 100 ditë që në parë që Partia Demokratike do të vinë në pushtet, dhe më pas pasaj patjetër që do të ketë gjëra rrugës për përmirësim, po këto do të jenë disa nga pikat kryesore që qytetarët duhet i besojnë dhe ne si kandidat zotojemi që do të jemi një zë i fortë në Parlamentin Shqiptar për të zbatuar këtë program që do të jetë në shërbim të qytetarëve. Në fakt, ju vini nga fusha e shëndetësisë, keni studiuar, por edhe e ushtroni aktualisht profesionin. Vetëm pak ditë më parë, u zhvillua një takim shumë interesant në fakt që ne e përcollëm, ku ju ishit në krah të liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, profesor Dr. Sali Berisha, në një takim me studentët e mjekësisë. Konkretisht, çfarë u diskutua dhe cilat ishin mesazhet që u përcollën në këtë takim? Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt ishte një takim që personalisht me emocionoi shumë, po ishte shumë i domosdoshëm për të zhvilluar. Profesor Dr. Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike, duke qenë se edhe mjek në profesion, patjetër që ka një qasje ndoshta edhe më të veçantë me sistemin shëndetësor, apo me ata cilët u krye dhe takimi me brezin e mjekëve të së nesërmes, të së ardhmes. Ajo që ka mua më emocionoi më shumë ishte salla plot, sepse fatkeqësisht e thash dhe më sipër do ta them dhe më mbrapa, ne të gjithë e dim dhe pse e kemi të vështirë ta pranojmë, po ky është realiteti. Shumë studentë që kanë mbaruar fakultetin e mjekësisë apo kolegë të mit personal kanë ikur sot në përbotë dhe ushtrojnë profesionin e tyre jo për vendin e tyre në Shqipëri, po kudo në shtetet të tjera, si të Europës, si edhe më gjerë. Kështu që ai ishte një takim shumë i mirëmenduar, po e ritheksoj, sepse pjesëmarrja e studentëve, diskutimet që u bën, pyetjet që studentët i ushtruan profesor Dr. Sali Berishës, apo dhe mua, duke qenë si pjesë e panelit të ftuarve, ishin një augur dhe një sinjal shumë i mbarë dhe shumë i mirë që tregojnë që e nesërmja, e ardhmja e shëndetësisë do të jetë në duart të sigurta të profesionistëve të rinj që do të formohen në këtë vend dhe për këtë vend. Aty u prezantuan shumë pika të programit që lidhen pikërisht me shëndetësinë. Ajo çka dhe unë cilësova dhe tek fjala ime që mu duk një nga gjërat më të rëndësishme për ta rithën dhe këtu në studion tuaj, është një nga pikat më potenciale që ka programi i Partisë Demokratike në lidhje me shëndetësinë, formimi i një fakulteti të dytë të mjekësisë, i cili do të bëjë të mundur që të mbajë mjekët e rinj këtu, në vendin tonë, të shërbejmë për qytetarët tanë, për pacientët tanë. Çfarë do të jetë ky fakultet i ri? Pra, çfarë kuptojmë me fakultetin e ri apo të dytë të mjekësisë, kur një e kemi realisht? Patjetër. Ku do të ndryshojë ky? Jo, nuk ka lidhje se do të ndryshojë. Është ideja që me krijimin e fakultetit të dytë të mjekësisë, do të rritet kapacitetet në burime njerëzore profesionistësh, që do të ngelen dhe do të mbeten për vendin tonë, dhe jo të detyrojmë mjekët të largojnë nga Shqipëria. Mos të futemi pastaj për diskutojmë për pjesën e programit të shëndetësisë, mendoj që ta zhvillojmë pak më tej. Si e pritën studentët të gjë? Shumë mirë, të gjithë pjesën e programit të shëndetësisë. Ishte një takim, ajo që më pëlqeu dhe më tepër pjesa ishte një takim shumë interaktiv. Studentët ishin shumë të interesuar për të ditur çfarë do të ndodhi mbas 11 majit, kur Partia Demokratike do të vijë pushtet, si për ta sot që janë student dhe nesër që do jenë mjek apo profesionistë të tjerë në shërbimin shëndetësor. Doktor Berisha, së bashku me panelin përfaqësues që ishte në atë takim, patjetër që u shpjegoi qartë çfarë do të ndodhë me shëndetësinë mbas 11 majit, çfarë do të ndodhë me studentët mbas 11 majit, çfarë do të ndodhë me mjekët dhe gjithë sistemin shëndetësor mbas 11 majit. Në fakt, Partia Demokratike ka shumë njerëz profesionistë, mund të themi, edhe në fushën e shëndetësisë. Për ju ishte një vlerësim apo jo që të ishit për krah zotit Berisha në këtë takim, që vinit nga kjo fushë, por tashmë edhe si kandidate për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Po, në të vërtet... Ishte një takim emocionues dhe në këtë aspekt. Në të vërtet unë ndjeva shumë nderuar, të isha pjesë e atij paneli, edhe me një ftesë nga doktor Berisha, gjithashtu edhe me një ftesë nga drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë, njëkohësisht kandidat në qarkun e Tiranës, doktor Ilir Ali Mehmeti. Kështu që ishte një takim emocionues mes kolegësh dhe politik, dhe mes kolegësh në profesion, dhe mes kolegësh të rinj që do të jenë ardhmja e shëndetësisë nesër. Pas këtij takimi, zonja Daullia, ju vijua takimet në Vlorë, në kuadër të kësaj fushate dhe me drejtuesin politik
të Partisë Demokratike, zotin Bujar Leskaj, takuat mjek, infermier, farmacist, pra profesionist të shëndetësisë. Cilat ishin mesazhet që u përcollën në këto takime, në këtë takim dhe problematikat që ata ngritën? Ishte një takim në fakt që unë jam ndjerë shumë mirë, sepse e thash dhe në fjallën time sa po hapa takimin me kolegët dhe me miqtë e mi, unë ndjeva si në shtëpinë time. Po ndonjëherë, edhe e thash dhe te fjalla që mbajta në takimin me kolegët, ndonjëherë dhe në shtëpinë tënde ke emocione. Dhe unë e kisha dy fish emocionin, sepse po flisja mes mjekëve të nderuar, sepse kishte një ndërthurje brezash, që nga profesor, doktor, mjek të nderuar që kanë kontribuar për qytetin e Vlorës dhe për pacientët e Vlorës në vite, dhe mjek të rinj. Ndaj theve kisha dy fish emocioni, sepse isha përballë këtyre ndërthurjes së brezave që ta bën ndoshta edhe më emocionuese dhe më fjalën tënde, ta kesh më me përgjegjësi atë që do të thuash. Plus isha përballë kolegëve dhe si kandidate e Partisë Demokratike, domethënë nuk është e lehtë që të flasësh me ata që ke kolegë në anën profesionale, të flasësh dhe për politikën. Megjithatë ishte një takim shumë i ngrohtë, shumë miqësor, ku në mundova patjetër që të prezantoja programin e Partisë Demokratike për shëndetësinë, ndam së bashku ide, ndam këshilla, ishte një debat, thuash, shumë i mirë, një debat konstruktiv, i cili na shërbeu të gjithëve, po dhe mua personalisht, nëse do të jem nesër deputete e Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës, do të jem një zë më shumë, patjetër kjo e sigurt, një zë më shumë dhe një zë më i fort, që do të flas fort për shëndetësinë dhe për pacientin. Dhe nëse ju nesër pra do të jeni në Parlamentin Shqiptar, cilat do të jenë ato çfarë do të ngrini më shumë, për cilat do të ngrini më shumë zërin, apo të dalim te programi i Partisë Demokratike për shëndetësinë, duke qenë se jemi në këtë temë. Pra cilat janë pikat kryesore të programit Partisë Demokratike për shëndetësinë dhe ndoshta edhe disa çështje që ju mund t'i keni personale, duke qenë se është profesioni juaj dhe që do t'i çonin në parlament. Programi Partisë Demokratike për shëndetësinë, siç dhe në sektoret të tjera, është një program shumë i mirë menduar. Sot shëndetësia po lëngon. Gjithë Shqipëria nuk ka marrë kurrë në këto 12 vite, gjithë shqiptarët nuk kanë marrë kurrë, gjithë pacientët, qytetarët nuk kanë marrë kurrë në këto 12 vite, atë çka u premtua që në fillim shëndetësi falas. Kjo është shumë e sigurt që nuk është prekur nga askush nga ne. Partia Demokratike premton që me ardhjen në pushtet do të transformojë gjithë sistemin shëndetësor pozitivisht, ta sjellë atë sa më afër dhe pranë pacientit, duke qenë pacienti në fokus dhe jo koncesionet dhe aferat politike që janë bërë në kurrizë të shëndetit të shqiptarëve, në kurrizë të shëndetit të pacientëve. Do të dyfishohen pagat e mjekëve dhe të infermierëve. Do të dyfishohet buxheti në tërësi i sistemit shëndetësor, duke u nisur kjo nga një model gjerman. Pjesa e barnave, gjithë cilën unë di ta flas dhe me një përgjegjësi personale, sepse kam shërbyer për shumë vite si mjek e familje në qytetin tim, pranë pacientëve vlonjat, dhe njoh shumë mirë sistemin e rimbursimit, sa probleme ka pasur, dhe në fakt pacientët gjithmonë vinin ankoheshin te mjekët për të kërkuar zgjidhje, sepse ishte vetëm ja derë që u hapi për të zgjidhur shëndetin e tyre apo për pjesën për të marrë barnat. Por në fakt mjekët nuk kishin asnjë lloj përgjegjësie dhe asnjë lloj zgjidhje që mund të jepnin këtij problemi, sepse çdo gjë ishte në duar të tjera, të cilat ishin duar që kanë qenë gjithkohon të futura në xhepat e qytetarëve për të punuar për xhepat e tyre. Sot Partia Demokratike në programin e saj zotohet që rimbursimi i barnave do të jetë një nga pikat potenciale të këtij programi, duke u bazuar në një model tipikisht italian, që çfarë do të thënë kjo dhe çfarë tregon kjo, që barnat që do të marrin pacientët për shëndetin e tyre do të jenë barna cilësore, të kontrolluara, të paktën do të jenë barna qarkulluese në 2 vende të Bashkimit Evropian, do të thotë barna të sprovuara në 2 vende të Bashkimit Evropian, dhe jo barna që nuk u dihet as origjina, as prodhimi, as dita, as data e skadencës, po dihet vetëm që shqiptarët i pinë, argjojnë lek, pinë barnat, argjojnë lek për shëndetin e tyre, dhe në fakt nuk kanë efektivitet dhe nuk kanë cilësi jete.
Do të dyfishohet numri i shtretërve. Për studentët e mjekësisë e theksova edhe të fjala ime më sipër, do të formohet një fakultet i dytë i mjekësisë. Patjetër që po e rikthem prap, pacienti do të jetë në fokus të sistemit shëndetësor. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ajo që do të jetë patjetër një nga pikat më të rëndësishme që duhet vlerësuar është me dyfishimin dhe me pagave të mjekëve dhe të infermierëve dhe të gjithë buxhetit në sistemin shëndetësor, e sigurt që shumë mjek që tashmë punojnë nëpër botë do të gjejnë standardin e jetesës që kanë tani më nëpër vende të tjera të botës, do ta gjejnë në Shqipëri dhe do të jetë e mundur që të kthehen në vendin e tyre për të shërbyer për pacientët e tyre dhe të jenë, pse jo patjetër, pranë dhe familjarëve të tyre. Në këtë rrugtim të fushatës elektorale ju po takoni jo vetëm qytetar, por edhe biznese. Si po ju presin bizneset dhe cilat janë problematikat që ato ngrenë? Drejt pyetja, po. Kam bërë takime në shumë biznese, si në biznese të vogla, si në biznese të vogla fare në përlagje, dhe në biznese të mesme, në fasoneri. Shumë probleme. Dhe në fakt nuk nguroj fare që ta transmetojnë si problemat të që i shqetëson. Sepse nuk nguroj, sepse tani më nuk fshihen dot mbrapa gishtit as ne si kandidat, as ju si qytetar, as ata që kanë një biznes që prap jetojnë në këtë vend dhe vuajnë pasojat njësoj si të gjithë ne. Kështu që ekonomia është pika më potenciale nga e cila pastaj burojnë gjithë të tjera, si të mirat, si të këqijat, por rasti konkret të këqijat. Sot nuk ka njerëz, kanë ikur njerëzit, si mund të funksionojë të ecë një biznes. Dhe ata njerëz që kanë ngelur janë në kushte mbijetese, as të jetojnë dot normalisht duke përballojnë dot jetën. Jo më të shërbejnë një biznesi në kuptimin të blejnë apo të jetë konsumator që të jetë një feedback i mirë si për shërbimin e marrë ndaj qytetarëve dhe njëkohësisht të ndihmojnë dhe biznesin që të ketë ecuri në punën e tij. Kështu që Partia Demokratike ka hartuar një plan ekonomik shumë të mirë në lidhje me bizneset, duke ulur pjesa e uljes së taksave, që kjo është shumë e rëndësishme për biznesin dhe kush ka biznes patjetër që këtë e di dhe e vuan vetë dhe e përjeton si fenomen, gjithmonë në dëm të biznesit dhe të situatës në cilën ndodhet ekonomia sot, do të jetë taksa është 10%, TVSH-ja do të zbresë të 15%, do të ullet këtu po e lidh pak edhe me pjesën e energjisë elektrike, sepse është një gjë që patjetër na prek të gjithëve, po njëkohësisht siç na prek ne si qytetar, prek edhe biznesin. Do të jetë ulja e lekëve për kilovator në 6 lekë për bizneset dhe 7 lekë për konsumatorët. Kështu që patjetër këto janë disa pika potenciale shumë të rëndësishme që të jetë shumë favorizuese për një jetë më cilësore dhe me një standard tjetër që ne në fundit si shqiptare meritojmë. Ju jeni në listat e hapura të Partisë Demokratike. Në fakt, ja u kam bërë këtë pyetje edhe në bisedën e parë që kishim bashkë. Por tashmë që po e prekni edhe vetë terenin më shumë, pra jeni njohur më tepër me këtë fushatë elektorale në teren, e shikoni të vështirë? Unë e mbaj më të shumë që ma keni bërë këtë pyetje dhe herën e kaluar që kam qenë e ftuar, kursa po u shpallën kandidaturat për zgjedhjet e 11 majit. Mbaj më të shumë dhe përgjigje që u kam kthyer atë ditë dhe në qoftë se atë ditë ndoshta mund të flisja pak më me entuziazmin e fillimit të fushatës, tani flas më sigurt dhe me një mendim më racional nga ajo që unë prek dhe shoh në teren. E vështirë është çdo gjë në këtë jetë, këtë kam thënë dhe herën e kaluar, por nuk është e pamundur. Tani më jam akoma më shumë e bindur që nuk është e pamundur, përkundrazi, është shumë e mundur që Partia Demokratike, mbaj mend herën e kaluar që e kam thënë dhe po e them prap, e sigurt që do të marr 6 mandate në zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike e Vlorës, e qarkut Vlorë, do të çojë në Parlamentin shqiptar të paktën 6 deputet. Ndryshe mendojnë socialistët. Ata thonë 9-3 fare, jo 8-4, sa e kemi aktualisht numrin. Se cili mendon vetë çfarë të doj, se cili mendon për veten, po për ne mendojnë shqiptarët. Se është shprehje që se cili mendon për veten, Zoti është për gjithë,
po unë po them se cili le të mendoj për veten, për ne, për Partinë Demokratike mendojnë shqiptarët. Dhe kjo do t'rregohet në datën 11 maj me votën e hedhur në kuti për Partinë Demokratike. Që do t'jeni një ndër ato 6 deputet që do t'jenë në parlament. Edhe personalisht apo jo? Besoj që me punën që po bëj, 4 kandidat janë në listën e mbyllur dhe kjo është shumë e sigurt për ta thyer pak rezultatin 19-3 që s'ka për të ndodhur kurrë. Në këtë Partia Socialiste ta di mirë. Me gjithë respektin që kam për një pjesë të kandidaturave, duke qenë se jemi vlonjat. Por mendoj që kush punon, fiton në këtë jetë. Unë jam një nga kandidatet që kam treguar si herën e kaluar që kam kandiduar, si këtë radhë që dhe këtë kam treguar dhe në jetën time personale, jam një person që punoj dhe punoj fort. Dhe kush punon fort dhe ka objektivat e qarta në mendjen e vet, besoj që ja arrin qëllimit. Në fakt, ky nuk është qëllim personal, është një qëllim i përbashkët, është një qëllim për Partinë Demokratike, është një qëllim për Shqipërinë. Na flisni pak tani në përgjithësi për programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, pra për këto ofertë që ju u paraqesni qytetarëve, biznesit dhe grupeve tjera të interesit për t'ju votuar në 11 maj. Hallkat kryesore të programit, në paka shumë edhe i prekëm, ekonominë deri ku do me thënë e prekëm dhe prekëm goxha, shëndetësim po ashtu më fola qartë dhe duke qenë se është një nga fushat cilën unë mbuloj, bujqësia do të jetë një dhe fermerët do të jetë një nga shtresat që do të kenë shumë lehtësira në qeverisjen Berisha 2025. Patjetër që është menduar shumë për fermerët, është menduar shumë për prodhimin shqiptar që tani më, edhe pse ne jemi vend që na ka bekuar Zoti dhe me përveç se bukurisë natyrore na ka dhënë shumë të mira prodhuese, cilat ne nuk kemi ditur t'i mbajmë dhe të bëjmë aty smetin sistemin e vlonjatët mirë në vendin tonë, po i kemi eksportuar në përbot. Gjë që në fakt kjo është e tmerrshme, është fatkeqësi. Kështu që një nga gjërat më të rëndësishme që Partia Demokratike do të ketë dhe do ta vëri në zbatim pas 11 majit dhe që ka si pikë të programit të saj është Made in Albania. Prodhimet shqiptare do të jenë për shqiptarët dhe kjo çfarë do të bëj? Do të bëj që do të rrisë ekonominë, do të jenë më funksional fermerët dhe pjesa e bujqësisë, do të jetë më funksional ekonomia shqiptare, bizneset, dhe në fundit gjithë shqiptarët do të kenë një standard më të mirë jetese. Arsimi është nga pikat e tjera shumë të rëndësishme, siç është dhe shëndetësia, nga hallkat kryesore të pikave të programit Partisë Demokratike, por dhe të jetës së çdo qytetari dhe të çdo shqiptari, ku mësuesët, siç dhe mjekët, që deri më sot janë denigruar dhe nuk janë ati ku duhet ishin, dhe si me pjesën e pagesës dhe me pjesën e trajtimit që është bërë figurave të tyre të nderuara si individ, do të kthehet identiteti i munguar prej shumë vitesh. Kjo është shumë e rëndësishme për sistemin arsimor, si për mësuesin, po njëkohësisht kjo kalon edhe tek nxënësit. Për studentët do të ketë një lehtësi shumë të madhe, heqja e mesatares, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse tregon që kush ka dëshirë të studioj, do të mund të futet të fakultet pas një limit, që në fundit të kemi sa më shumë profesionist. Por, njëkohësisht e pjesa e arsimit, do të bëhet e mundur që patjetër, përveç profesionistëve dhe atyre që duan të mbarojnë një fakultet, do të ketë dhe shumë specialistë në fushat të ndryshme, në zanate të ndryshme, gjë që sot po e shohim që zanatet sa po vinë dhe po zhduken. Në shkeq të kërkosh një hidraulik, një elektricist, nuk e ku t'i gjesh. Një këpucar janë profesione që pothuajse janë në zhdukje e sipër. Këto janë pika shumë të rëndësishme që Partia Demokratike i ofron në programin e saj dhe nesër t'i vëri në zbatim me fitoren mbas 11 majit për sa i takon arsimit. Pensionistët, të cilët unë dhe përmenda pak më sipër, po është një nga shtresa më vulnerabël sot në Shqipëri. Dhe për të thënë të vërtetën, është një nga shtresa potenciale sepse shumica të rinjve kanë ikur, këtu më shumë kemi pensionistë sa të rinj. Ata pensionistë shqyr në një farë mënyre, dhe pse mua nuk më vjen mirë ta them këtë gjë, që kanë fëmijët jashtë shtetit që mund të përballojnë jetesën këtu, se ndryshe nuk e dalin dot as për të ushqyer, as për të kujdesur për shëndetin e tyre, as për të pirë një kafe në fundit sepse kanë punuar për kaq vite dhe e meritojnë që ta shijojnë jetën për vitet që u kanë ngelur të jetojnë. Me atë pension që sharak që sot është diku tek
14.000 lekë të rinj, 15.000 lekë të rinj për një pensionist, është të tmerrshme dhe është e papërballueshme që të mund të jetosh. Kështu që Partia Demokratike zotohet që të rrisë pensionet me 20%, duke qenë pensioni mesatar 200 euro në muaj për pensionistin. Patjetër që përveç pensionistit këtu po e lidhe dhe pjesën e pagave, sepse është shumë e rëndësishme, do të jetë paga mesatare 500 euro, paga minimale do të jetë 1.200 euro, dhe si pas profesioneve të ndryshme, kjo do të varjoj 1.300 euro për mësuesit, gati 2.000 euro për pedagogët, dhe kështu në tërësi, gjithë shtresat dhe njerëzit të cilët kanë investuar për këtë vënd, gjithë intelektualet që kanë investuar dhe paktën ata që kanë ngelur në këtë vënd, e meritojnë që ta jetojnë jetën cilësisht dhe të kthehen në fundit shpërblimi i gjithë atyre sakrificave që kanë bërë për Shqipërinë dhe për shqiptarët në gjithë të vite. Ju, keni një program tuajnë, apo jeni në unison me programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë më të shtove? Partia Demokratike, ndoshta ju bezdisa duke përmendur kaq herë që po e them, ka bërë një program shumë të mirë menduar dhe po në fakt dua ta them sepse është e vërtet. Është një program që unë përveç se si kandidate dhe si qytetare kam parë platformat e tjera, se s'mund t'i quaj programe dhe të partive të tjera dhe nuk gjeja si pikë të përbashkët, për të thënë të vërtetën. Sepse është një program që është hartuar me dakordsinë e profesor Dr. Sali Berishës dhe me ekspert të fushave të ndryshme, jo vetëm nga Shqipëria, po edhe ekspert ndërkombëtar, dhe kjo nuk është pak e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Kështu që unë personalisht jam në unison me programin e Partisë Demokratike, por ajo që unë e lidh me pjesë të programit në tërësi të Partisë Demokratike është që nëse unë do të jem në Parlamentin Shqiptar, do të jem gjithmonë një zë i fortë për Vlorën dhe për vlonjatët e mi. Duke u mbështetur fort tek programi i Partisë Demokratike që të jetë i zbatueshëm. Çfarë do të thënë ti është një zë i fortë, se duket si e thën klishe ndonjëherë, e dëgjoj nga shumë kandidatë që do të jemi zë apo e dëgjoj apo e lexoj në përshkrimet e shumë kandidatëve që thonë do të jemi zë i fortë për qytetarët e mi. Çfarë do të thotë në fakt? Ti je një zë i fortë për qytetarët e tu. Kjo do të thotë që dhe këtë ndaj po e lidh me programin. Kjo do të thotë që ti jesh ditë për ditë me ta, të dëgjosh hallet e tyre, të bëhesh empatik dhe të futesh brenda problemit dhe shqetësimit të tyre, dhe këto pikat të programit ne implementojmë shumë mirë në shqetësimet reale që kanë qytetarët duke u dhënë zgjidhje. Ky është një nga thuaç pikat e mia të programit tim personal, nëse unë do të jem në Parlamentin Shqiptar. Po dhe nëse nuk do të jem në Parlamentin Shqiptar, unë prap jam mjeke, prap nuk largohem nga politika, nuk largohem nga Partia Demokratike, do të jem prap një zë i fortë në mënyrën time për të përçuar problemet që shqetësojnë vlonjatët, për t'i përçuar atje ku duhet e për të dhënë zgjidhje. Si u duket strategjia e kësaj fushate, pra gjuha që po përdoret qoftë nga kandidatët, qoftë nga kryetarët e partive, pra kemi një fushat të qetë dhe pa denigrime, qoftë nga ju apo qoftë nga kundërshtari, pra si po gjykoni? Flasim për qarkun e Vlorës. Partitë politike në fakt janë si familjet. Në sensin që si është nëna dhe babai, ashtu bëhen dhe fëmijët, në përgjithësi. Kështu që forca jonë politike, Partia Demokratike, siç ka liderin e saj historik, profesor Dr. Sali Berishën, ka përzgjedhur dhe kandidatët e duhur në për listat e hapura apo të mbyllura, pak rëndësi ka kjo në të gjitha qarqet e vendit. Këtë dua të them dhe të bëj analogji me palën tjetër, siç është ati i tyre shpirtëror, zoti Rama, ashtu ka zgjedhur dhe kandidatët, pa ofenduar askënd, po më tepër e kam me kryeministrin, me që ta rrit me pyetjen tuaj, e kam me kryeministrin që për thënë të vërtetën është fatkeqësi dhe t'i thuash që është kryeministri i Shqipërisë. Në këtë fushat unë nuk e di çfarë i ka ndodhur, ndoshta po e trondit trembja e humbjes së zgjedhjeve dhe nuk po menaxhon dot emocionet personale të tij, apo si një lider që duhet të ishte në krah të kandidatëve të tij, në krah të subjektit që përfaqëson në fundit të krah të Shqipërisë, sepse shqiptarët e kanë zgjedhur për 12 vite, i kanë dhënë 3 mandate dhe sot ai tallet me shqiptarët, tallet me vajzat me femrat e Shqipërisë, tallet me nënat shqiptare, tallet me pensionistët, tallet me gjithë qytetarët e këtij vendi që e kanë votuar. Dhe që të jesh mosminjohës, siç është kryeministri Rama, është një fenomen i tmerrshëm që nuk ta fal as Bibla dhe as Kurani.
shqiptarët nuk duhet ja falin këtë Edi Ramës. Ku shikoni mos mirënjohjen e kryeministrit? Pse po thoni tallet me Sepse këtë tallet në gjithë këto vite nuk ka bërë asnjë gjë për shqiptarët dhe sot në këto zgjedhje po bën një klon dhe nuk po luan rolin e kryeministrit as për të qenë në suport të kandidatëve të tij, as për të qenë në suport të problemeve dhe të halleve që kanë shqiptarët. Thjesht po bën një fushat fasad, një fushat me tone denigruese për shqiptarët dhe për shqiptaret, me një fjalor pa imagjinueshëm, të papërgjegjshëm, me një komunikim me fëmijët që vetëm një nuk dua ta zgjas më tepër, po një komunikim me fëmijët që është turp, se është vetë prind, është turp, se është vetë prind, po e them prap, që të përdori atë gjuhë me fëmijët dhe me femrat e Shqipërisë, me zonjat e nderuara që ka Shqipëria apo dhe vetë qyteti i Vlorës. Është shumë turp Ermal. Unë personalisht si qytetare nuk e them fare për pjesë dhe për ndasi politike. Unë si qytetare, si femër, si një vajzë vlonjate, si një mjeke në profesion, nuk jam bërë nën ende, kjo pak rëndësi ka, por ama tronditem nga mënyra se si ky kryeministër po tallet sot me shqiptarët dhe me atë fjalor që përdor. Unë nuk e di si shqiptarët po e lejojnë akoma, biles të ishin bërë pak më shpejt zgjedhjet dhe të vendosnin që në momentin e parë t'u jepej mundësia që ta zhduknin Edi Ramën nga ajo karike në cilën nuk e meriton të jetë. Se besoni tek Sali Berisha? Pra, pse një iri duhet të besoj te zoti Berisha, siç jeni edhe ju? Partia Demokratike bazohet fort në familje, bazohet fort në Zot, bazohet fort në komb. Sali Berisha është një burr i cili ka treguar në të gjithë rrugëtimin e tij politik dhe personal që është një burr që di të respektoj familjen, kombin dhe adhuron Zotin. Është një person që është një burr shteti dhe është një lider që ka treguar gjithë kohën që ka qenë në suport të Partisë Demokratike, të qytetarëve, të demokratëve dhe në momentet vështira të saj ka gjetur mundësinë dhe është rikthyer siç është rikthyer tani në këtë moment kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Ulli është ngritur një strukturë pranë prokurorisë së Vlorës ku ka një grup të zgjeruar edhe të prokurorëve të SPAK-ut, të Byros Kombëtare të Hetimit, apo edhe të vetë prokurorisë rrethit Vlorës për të hetuar krimet zgjedhore apo denoncimet që ju mund të keni. Si vlerësoni këtë dhe a besoni ju se drejtësia do të luaj rolin që duhet në fakt në këto zgjedhje? Patjetër që po, besoj te drejtësia, sepse në fundit SPAK-u është një strukturë që ne ka treguar deri më tani punën që ka kryer, pas një ndasi politike. Patjetër që besoj tek strukturat edhe të Partisë Demokratike që janë ngritur për pjesën e sa i takon ndjes, sa i takon pjesës së denoncimeve. Gjëra duhen thënë. Patjetër që në një formë apo një formë tjetër, ligjore ose jo ligjore, duhen thënë. Ato që janë duhet marrin zgjidhje nëpërmjet rrugës ligjore, duhen zgjidhur nëpërmjet rrugës ligjore. Ato që marrin zgjidhje nëpërmjet një rrugë tjetër, duhen zgjidhur në një rrugë tjetër. Rëndësi ka që problemet duhen thënë dhe duhen zgjidhur. Partia Demokratike në ndjenjën time, të paktën këto ditët e fundit, në këto zhvillimet e fundit, ka kryer dhe po bën gati, domethënë, për të kryer 2 denoncime të forta që normalisht trondisin çdo qytetar vlonjat dhe ndaj duhet të kalojnë nëpërmjet këtij linje diskutimi, kësaj linje zgjidhje nëpërmjet denoncimit. Në qarkun e Vlorës? Në qarkun e Vlorës janë këto? Po, një nga problematikat është ju besoj që e dini që po bëhen disa punime tek një nga shkollat e Vlorës, dhe ky është një denoncim drejtuar detyrisë arsimore të qarkut Vlorës për endjen sot në rrugë të nxënësve që kanë ngelur pa shkollë, nuk kanë ku të vënë, sepse bëhen disa punime që nuk dihet as origjina edhe pse po zgjaten kaq shumë kohë. Ky është një problem në fakt shumë i rëndësishëm për arsimin pikërisht të qytetit të Vlorës. Shkolla Lev Sallata. Shkolla Lev Sallata. Po. Kështu që është një problem që normalisht prek çdo, jo vetëm çdo nxënës, prek çdo mësues, prek çdo familje në fundit. Po, denoncimi i dytë, pra ju tha denoncimi i parë të shkolla Lev Sallata, po i dyti? Po, i dyti është një denoncim në fakt që duhet bërë sepse janë qytetarët e Bashkisë së Lenicës, banorët e zonës së Lenicës, cilët janë ankuar lidhur me këtë problem. Është disa grumbuj mbeturinash të hedhura,
cilat po bërë një problem dhe po përbëjnë një problem për banorët e zonës aty të cilët e kanë ngritur si shqetësim shumë të fortë, normalisht drejtuar Partisë Demokratike dhe pse jo ne si forcë opozitare dhe në këtë moment që jemi në kulmin e fushatës duhet ta bëjmë këtë denoncim patjetër për t'i dhënë zgjidhje banorëve të zonës Selenicës. Dhe në prokurori do i çoni dhe këto. Denoncim prokurori apo denoncim publik? Në prokurori? Po. Aha, jo, mendova se mund të kishit ndonjë indicie për gjëra të tjera që kanë lidhje me procesin zgjedhor. Jo, më pyetët për lidhje me denoncimet e prokurorit, këto ishin. Po, në vijim gjatë fushatës, në varësi të zhvillimeve. Pastaj denoncime publike patjetër që janë bërë nga gjithë kandidatët në përditshmërinë e tyre, po flisja për këto dy denoncime më të mëdha që takojnë edhe pjesës ligjore. Pse mendoni se Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore mund të kthehet në pushtet pas 12 vitesh në opozit, kur ndërkohë kjo mazhorancë aktuale kërkon votën për integrimin në Bashkimin Evropian për pasaportën evropiane. Dhe duke vazhduar këtë pyetje, a është e gatshme Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore që ta integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s? Dhe a mendoni ju se Partia Socialiste po e përdor këtë për fushat? Pyetje shumë e gjatë, unë do t'i përgjigjem shumë shkurt. Partia Demokratike patjetër që do të vinë në pushtet dhe i ka gjithë akseset e duhura dhe të mundshme që së bashku me koalicionin e Alianca për Shqipërinë Madhështore do të jetë zgjidhja e vetme për Shqipërinë. Unë nuk e di si pretendon Partia Socialiste me në krye Edi Ramën të marrë mandatin e 4, a pretendon duke gënjur shqiptarët e pasaportën europiane. Çfarë është pasaporta europiane dhe kujt i duhet në këtë moment pasaporta europiane kur shqiptarët janë në kushte mbi jetese dhe nuk jetojnë dot. Kështu që të ngrëmë mirë standardin e jetesës, ta sjellim mirë Europën këtu tek ne, pastaj të mundemi ne të futemi dot në Europë. Dhe kjo nuk do të ndodhë dot ndryshe nëse nuk votojnë Partinë Demokratike. Dhe jam i bindur që brenda vitit 2030 me punët e forta që të bëjë qeverisja Berisha 2025-2030, të jetë mundur që Shqipëria do të jetë e jetueshme për shqiptarët, do të ketë kushtet e duhura për t'i dhënë qytetarëve shqiptarë dinjitetin e tyre, standard jetese, cilësi jetese. Këto janë hallkat kryesore që do të ta bëjnë ne të jemi dhe ta ndjejmë veten tamam shtetas evropian, sepse sot nuk ndjehemi më as si shqiptar, jo më si evropian. Kështu është ka ta ndisur vendi. Pra mendoni se ky koalicion do të jetë fitues në 11 maj? Absolutisht po. Pse mendoni ju se diaspora do të votojë Partinë Demokratike, pasi një pjesë të votave ju mund ta merrni edhe nga diaspora. Pra për të parë diaspora voton në këtë zgjedhje, një arritje, një mundësi që atyre u jepet. Pra mendoni ju se emigrantët tanë do të votojnë për Shqipërinë Madhështore? Në fakt, vota e diasporës ishte një nga hallkat e menduara shumë mirë në procesin e kodit zgjedhor. Një vot që duhej mos të ishte e munguar, patjetër që është shumë e rëndësishme. Unë besoj që vota e diasporës shumica do të shkojë djathtas, do të shkojë për Partinë Demokratike dhe për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ata që jetojnë jashtë Shqipërisë dinë shumë mirë të bëjnë diferencën dhe duan ta shohin në Shqipërinë siç vendi ku jetojnë aktualisht në përbot. Duan ta shohin prindrit e tyre të jetojnë cilësisht siç shikojnë dhe normalisht bëjnë krahasimin me vendin ku jetojnë. Kështu që e shohin shumë mirë se si është ka ta ndisur sot Shqipëria në këto 3 mandate të qeverisjes Rama dhe normalisht nuk duan që Shqipëria të jetë më e pajetueshme, duan që ndoshta një ditë, pse jo, të kthehen dhe ata këtu. Të jetojnë në Shqipëri, ndoshta të hapin biznese në Shqipëri, të pleqërojnë në Shqipëri, në fundit të kthehen në vendin e tyre. Por këto kushte e kanë të pamundur. Ndaj jam e sigurt që vota e diasporës do të shkojë për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, që një ditë kjo votë e diasporës të jetë votë reale për Shqipërinë dhe për shqiptarët në Shqipëri. Dhe sa mendoni ju që është e fortë sot Partia Demokratike dhe opozita në Vlorë, pra për të arritur këtë sukses në këtë zgjedhje? Më e fortë se kur, e kam thënë dhe herë tjetër në studion tuaj, më e fortë se kur. Më e fortë se kur sepse ka potencialet për të qenë e tillë, ka njerëzit e duhur për të qenë e tillë, ka mekanizmat për të qenë e tillë.
ka një strategji të mirë menduar, gjithmonë duke u bazuar dhe kjo tek lideri historik i Partisë Demokratike, tek kandidatët, tek programi, tek fushata qytetare që po bëjnë kandidatët, normalisht te trajtimi që po u bëjmë qytetarëve, siç e meritojnë, dhe jo për t'i tallur, dhe jo për t'i denigruar, dhe jo për t'i ofenduar, ndryshe nga pala tjetër. Këto janë ato që e bëjnë Partinë Demokratike, edhe në Vlorë, shumë më të fortë se Partia Socialiste. Shumë më të fortë. Po, në fakt ju jeni dhe nën kryetare e Partisë Demokratike të Vlorës. Sa të angazhuara janë strukturat e Partisë Demokratike në këtë fushat? Pra, qoftë të gjitha strukturat, por edhe forumet, si që në ato të gruas, apo edhe të rinjve? Jemi të gjithë në fushat, në kulmin e fushatës. Si gjithë strukturat, antarët, simpatizantët, kandidatët po e po. Kemi një forum rinor të shkëlqyer me vajza dhe djemë shumë të mirë, cilët atashohen në mënyrë të paanshme tek secili kandidat, në çdo organizim që ne kemi, në çdo takim që ne bëjmë. Pa tjetër që gjithë strukturat janë në shërbim të Partisë Demokratike, në shërbim të kandidatëve, në fund të fundit në shërbim të ditës më të rëndësishme, që është dita e votimit, dhe kjo është prap një nga përgjigjet që duhet a kisha thënë kur më pyetët sa e fortë sot Partia Demokratike, ja po e them prap këtu, që Partia Demokratike në Vlorë është akoma dhe me fortë sot me këtë organizim ka ishte mirë që ka, si me strukturat, me antarët, simpatizantët dhe me pjesën tjetër të fushatës, me antarët e tjerë të fushatës. Kam betur edhe pak ditë nga zgjedhjet e 11 majit në fakt. Do të vijoni takimet? Si do t'i organizoni ato? Ku do të përqendroheni më shumë? Absolutisht që po. Unë madje juftoj shumë për ftesën, edhe pse duaj që të flasë sa më shumë në emisionin tuaj, po mendjen e kam tani të takimet me qytetarët, edhe pse është vonë, edhe pse është vonë pikërisht. I bie tik është direkt në këtë studio prapë me takime. Me takime patjetër. Deri në orët e para të mëngjesit me takime. Nuk ka natë ditë punë takime me qytetarët, sepse në fund të fundit thjesht pra qytetarëve nuk është thjesht shërbestari i tyre. Është për të mirën tonë të përbashkët. Unë e thash edhe që parë, po e them, po riteksoj prapë, nuk është në interesin tim personal si Nada. Kjo është një gjë shumë me përbashkët. Duhet të shpëtojmë Shqipërinë, duhet të shpëtojmë shqiptarët dhe këtë mund ta bëjmë vetëm ne. Po nuk i takuam qytetarët, ne nuk ua dim dot të gjitha hallet dhe problemet që kanë. Kështu që takime dorë më dorë, derë më derë, na bëjnë ne, na japin informacionin e duhur që ta çojnë nesër këtë informacion në zgjidhje për ta. Dhe ku dallon fushata juaj nga e kundërshtarit? Pra këto takime që ju bëni, ka një dallim apo thjesht secili ka punën e tij edhe nuk keni vënë re ju diçka të tillë? Shko, unë nuk dua të merrem fare pa folur për gjuhën e për këto që i kapëm më lart. Po, nuk dua të merrem fare me kandidatët e Partisë Socialiste, sepse nuk ka lënë kohë dhe hapësirë dhe mundësi Edi Rama që të flasun për ta sot. Kështu që në këto ditët e fundit me këto zhvillime që ka bërë kryeministri, nuk dua t'i përgjigjem pjesës fushatës së kandidatëve, pa me gjithë respektin që kam për ta, sepse po e them që jemi vlonjat këtu dhe në fundit ndajmë të njëjtin qytet, kalojmë të njëjtat rrugë, po nuk ka lënë kohë kryeministri për të bërë koment për kundërshtarët. E ka bërë vetë ai komentin për ta. Ka ndonjë histori apo ndonjë personazh që ju ka mbetur në mendje gjatë kësaj fushate që ju keni takuar dhe që mund të ndani sot në këtë studio? Plot. Plot. Por një nga historitë që më kanë ngelur në mendje, përveç shumë të tjerave, dhe këtë prapë po e lidh me pjesën e profesionit tim me mjekësinë, është kam takuar një banor, diku në një nga lagjet e Vlorës, pa e përmendur zonën dhe pa përmendur personin, i cili ishte një pacient kardiak, i operuar me tre stenda të vendosura, i operuar në zemër me 3 stenda të vendosura, me disa smundje të tjera bashkëshoqëruese. Kishte dalë në kemp para disa kohësh, përfitonte një kemp, edhe pse një kemp qesharak, domethënë. Aktualisht ja kishin hequr kempin dhe kërkonte zgjidhje. U zotova në fakt personalisht që për ajzat kisha mundësi, dhe pse tani s'ka lidhje kjo me politikën, kjo është humane, është gjëja ime personale dhe profesionale, u zotova që do të ndihmoja atë zotrin, se kam në një ditë që të vi tek zyra që unë kam hapur tek shtabi elektoral personalimi, të flasë më afër me të flasë më konkretisht për të ndihmuar. Fatkeqësi, është fatkeqësi, ka shumë probleme të tilla të ngjashme, jo vetëm me shëndetësinë, në shumë fusha, në shumë sektore, që kanë zgjidhje.
Po si ka zgjidhje, po si ka zgjidhur njëri. Kjo ishte historia që ju ngeli në mendje. Po sepse e lidha edhe me profesionin dhe udhëtova që do ta ndihmoja edhe në këtë moment. Pa qenë deputete. S'ka lidhje kjo me, po e them prapë, pas ka lidhje kjo me politikën. Dhe me që përmend shtabin, ku e keni hapur shtabin dhe zhvilloni takime aty? Me që unë, siç e thash në fillim, jemi ndarë sipas rajoneve dhe unë mbuloj rajoni numër 5. Kam tek shtabin tim elektoral, kam tek zona tek Rruga e Re, diku një ambient diku përballë me shkollën Rilindja. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk zhvilloni takime në lagje të tjera, pavarësisht rajonit 5. Patjetër, të thamë edhe më herët. Po, patjetër. Do të vazhdoni të jetoni në Vlorë nëse fitoni mandatin e deputetit pas 11 majit? Në spotin për mbyllës që kam bërë në fushatën e 21-shit, një nga fjalët e mia që kam cituar, dhe në fakt atë spot gjithë shkrimin e kam bërë vetë, sepse e kam ndjerë vetë për ta bërë, kam thënë që e dashuroj këtë qytet dhe jam e bindur se ditë më të bukura do të vinë për të. E mbaj mend këtë fjali. Dhe kjo flet shumë. Fakti që them e dashuroj këtë qytet do të thotë që unë nuk largohem kurrë nga Vlora. Si jetën time personale dhe profesionale, qoftë dhe politike në qoftë se, do të vazhdoj në Vlorë. Keni thënë në 2021-shin, sot jemi në 2025-ën, kanë ardhur ditë më të mira për Vlorën? Në këtë 4 vjeçar. Partia Demokratike nuk fitojnë në 2021-shin. Kështu që në 2025-ën, patjetër dhe mëtej, patjetër që të ketë ditë më të mira, jo vetëm për Vlorën, por për gjithë Shqipërinë. Pra ju keni lënë, e keni spostuar me 4 vite. Dhe dëshira ime ka qenë e njëjtë. Këtu doja të dilja. Kush i frymëzon politik, zonja Daullia? Familja ime. Edhe në jetë? Patjetër që edhe në jetë. Ata ju japin forcë, ju japin mbështetje? Patjetër, i kam pasur suport maksimal që nga rrugëtimi im i hershëm në Partinë Demokratike dhe deri më sot. Sepse në fakt ata kanë qenë shtysa kryesore dhe indicia kryesore që unë të jem kjo që jam sot. Në fakt si në anën personale dhe profesionale, kanë qenë dy prindrit e mi që kanë investuar fort për mua. Unë jam vajzë e vetme, nuk kam as motra as vlla. Jam mirë rritur në një familje të thjeshtë modeste vlonjate, po me një investim me një dashuri shumë të madhe nga dy prindrit e mi, cilët më kanë bërë që të jem nada që jam sot. Nada mjeke dhe nada dhe në politik. Nuk keni e përgëdhelur, zakonisht fëmijët e vetëm janë të përgëdhelur. Ka dy modele fëmijësh të vetëm, unë jam modeli dytë, jo e përgëdhelur. Zonja Daullia, duke u ndalur këtu tek familja e priti patjetër njëri kandidim tuaj të dytë në një garë parlamentare familja, nuk është se të tha e provove njerë, dollë tani më? Patjetër që po. Shikoj Ermal, edhe ju e keni thënë disa herë kur kam qenë ftuar në studion tuaj, edhe unë po e them prap, nga familja ime dhe nga origjina ime, unë jam këtu ku jam sot në politikë. Kështu që ndaj thash, janë ata që më frymëzojnë, janë ata që më suportojnë, po dhe që më shtyjnë ndonjëherë në një dilemë që mund të kem pasur përveç pjesës politikës, flas edhe në situatat të tjera në jetën time personale, janë ata që kanë qenë gjithkohës krahu im më i fortë, ku unë gjithmonë kam gjetur zgjidhje dhe mbështetje. Si kujtoni fillesat tuaja në Partinë Demokratike në fillim? Pra si nisi ky rrugtimi juaj në politik, që në brenda pak vitesh ju do të arrini të ishit një figurë e njohur në Partinë Demokratike dhe me detyra të rëndësishme, pasi nuk është pak që të jesh nën kryetare e Partisë Demokratike në Vlorë. Dhe kjo në fakt do të jem shumë e sinqert, shumë e sinqert. Unë e kam thënë gjithmonë që vi nga një familje djathtë me investime në Partinë Demokratike, e kam thënë gjithmonë, kam treguar që familja ime ka pasur histori dhe ka qenë normalisht Partia Demokratike e familje e saj e dytë. Kështu që rrugtimi im ka nisur shumë herët, por historia ime prap ka nisur dhe më herët. Xhaxhai im i ndjer, Filip Daullia, ka qenë 2 herë i dënuar në burg për politik në atë sistem. Ne jemi shumë të lidhur si, unë jam ortodokse me besim. Ortodoksët në përgjithësi thonë që janë të ftohtë, po ne personalisht si familje jemi shumë të afruar dhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Mbaj mend, unë jam rritur me gjyshe në shtëpi. Mbaj mend çdo të diel Xhaxhai vinte në shtëpi, drekonim së bashku, mbas dreke kush donte pushonte, unë kisha gjithmonë interes të dëgjoja ato, edhe pse isha shumë e vogël, këtë ta them sinqerisht, dikur në klasë 2, klasë 3 të shkollës fillore, dëgjoja me shumë interes historitë e burgut, që më tregonte Xhaxhai, ishte një burg shumë i lexuar, shumë i mençur, dhe unë
e kisha si një pasion të brendshëm, mezi e prisja të dielën, fëmijët ndoshta donin të luanin me shokët apo me shoqet, unë mezi prisja të dielën që të vinte Xhaxhai në shtëpi dhe të dëgjoja nga këtë histori. Ishte si një lloj indoktrinimi Partia Demokratike brenda Nadës. Më tej pastaj me dy prindit e mi që kanë qenë të angazhuar, Çfarë ka mbetur në mendje nga historitë që tregonte Xhaxhai? Pra nga ato që ju thatë, qoftë për Partinë Demokratike, por qoftë dhe për vuajtjet që ai ka përjetuar. Vuajtjet nuk janë të shumta dhe nuk është momenti dhe koha këtu për t'i treguar, po shpreha që përdorte gjithmonë dhe që më ka ngel në mendjen është ki shumë frikë nga kamanistat më i bi, se janë të frikshëm. I njënte mirë. Kishte vuajtur shumë vite në kurizë të gjëra. Më tej, pastaj, dy prindrit e mi kanë qenë shumë të angazhuar në Partinë Demokratike, unë, siç e thash, jam vajzë e vetme dhe duke qenë se nuk mund të më liri vetëm me gjyshe në shtëpi, veja kudo, mbrapa tyre në çdo angazhim apo aksion politik që kishte PD-ja në atë kohë, mbaj mend që qoftë me makinë personale ose ndoshta edhe me autobus, ikja me prindrit që me protestat planoik, dhe sot jam vetë që them Ramaik. Dhe thënë, kjo është historia ime dhe geneza ime familjare dhe historia ime dhe rritja ime në politikë. Që nada fëmijë dhe sot jam nada në politikë vetë. Nuk ka ndryshuar shumë tek udhëheqësit politik. Nano, Rama, Berisha, me këta i rritur dhe me këta po kandidon. Është nder dhe privilegj të jem pjesë e Partisë Demokratike, udhëhequr nga profesor doktor Sali Berisha. Do të pyes pak edhe pse mjeke? Pra çfarë ishte mjekësia për ty? E kishe pasion, familja ta kërkoi që unë nuk kam kjo asnjë është rruga më e dur mjek, apo? ka qenë një dëshirë imja e brendshme që herët që fëmijë, po atëre pa e kuptuar, pastaj që në shkollën e mesme, që në gjimnaz, aty vendosa përfundimisht, pastaj që do të bëhesha mjeke. Gjithmonë kam dashur që të kisha një profesion që kishte të bënte me qytetarin, të komunikoja. Mjekësinë e zgjodha pastaj sepse kam qenë nxënëse shumë e mirë në biologji, në kimi, kam qenë dy nga lëndët e mia më të preferuara dhe ishte një pasion tjetër që nuk kisha pse t'ia ndrydhja vetes, po duke qenë se mund të bëhesha stomatologe, mund të bëhesha farmaciste, mund të bëhesha diçka tjetër brenda sistemit shëndetësor, nuk do kisha këtë komunikimin kaq të afërt me pacientin. Duke qenë se jam tip që do të jem sa më shumë në komunikim me qytetarët, nga të gjitha degët e mjekësisë, mjekësia e përgjithshme, tamam profesioni mjek, më bëri që aty të gjeja veten më tepër. Ndaj kam zgjedhur të jem mjeke dhe që mos ndoshta e ke menduar të më bërë si pyetje pse mjek e psikiatër dhe psikiatrin e kam zgjedhur personalisht vetë, sepse se nuk kam mjek psikiatër apo? Prap unë gjithmonë në jetën time normal kam ndjekur pasionet. Sepse mendoj që çdo njeri që bën diçka në jetën e tij me pasion, aty ja del suksesit më së miri. Po bëre një gjë se është për të bërë, do bëhet, po nuk bëhet ashtu siç duhet. Kështu që te psikiatria ka qenë prapë nga pasionet e mia brenda mjekësisë. Të shërbesh një stres që është pak më vulnerabël se të tjerët, e gjithë mjekësia është një mision hynor. Po, kjo është pak më hynore se të tjerat. Ndoshta se është gjë që e dua unë dhe e them kështu, mbase është personale kjo, po ndaj dhe kam vendosur që të jem mjeke psikiatre. E keni përfunduar specializimin tashmë apo jeni drejt fundit? Drejt pak muaj. Drejt përfundimit dhe pak muaj. Nëse do të jeni deputete, i bie që ta përfundoni pikërisht në këtë periudhë. Gjërat e mira ndodhin, kur duhet të ndodhin, ndodhin, kështu që se kam menduar. Do ta ushtroni nëse do të zgjidheni deputete, pra do të shkoni në një spital për të qëndruar pse jo me pacientët disa orë në muaj, nuk do të lënë angazhimet, po gjithsesi... Nuk e di se si do të jenë kushtet e parlamentit, këto nuk i di se kam provuar ndonjëherë, po nga profesioni nuk duhet largohem. Në fakt edhe nga politika nuk duhet largohem. Po ka një gjithmonë mes politikës dhe profesionit tim ka një pikë takimi, kështu që... Ju ka lodhur politika, besoj që duke qenë se jeni një vajzë e re, por që keni nisur pak më herët angazhimin tuaj politik. Pasionet nuk të lodhin asnjëherë, të rinojnë. Është rinuar profesor doktor Sali Berisha, pikërisht ka pasionet, është për vital se ne të rinjt. Dhe ju si mjeke, si shikoni rinimin e zotit Berisha? Në gjithë energjinë që ka, me një vitalitet që dhe ne të rinjt i adhurojmë.
Që do të thotë ju, do të vazhdoni gjatë në politika, apo jo? Nuk do të thoni stop? Besoj që po. Dhe duke qenë se po shkojmë drejt fundit, pse qytetarët duhet votojnë në 11 maj Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe Nada Daullen? Në 11 maj, unë e me sigurt që shqiptarët do të votojnë dhe vlonjatët do të votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, për 1.001 arsye që ne shumë pak thamë sot, po shqiptarët e dim vetë, për 1.001 arsye që ky vend po lëngon dita ditës. Për ta kthyer edhe një herë Shqipërinë te shqiptarët, të kthejmë identitetin në vend, të kthejmë familjen te familja, kombin te kombi, dhe në fundi Shqipërinë te Shqipëria, sepse është shmangur dhe është transformuar në gjithë këto vite. Patjetër duhet ndryshim. Duhet ndryshim dhe sikur Shqipëria të ishte në kushte pak më të mira se këto, prap duhet një ndryshim. 3 mandate janë shumë për një pushtet. Dhe vetë pushteti të konsumon. Po flas shumë butë tani, sepse ka shumë gjëra që mund t'i thosha me një mënyrë tjetër, po në fakt po flas si qytetare, sinqerisht. Duhet ndryshuar. Shqiptarët duhet ta mendojnë mirë datën 11 maj, është një datë shumë e rëndësishme, në radhën e parë unë bëj thirrje të dalin në votim. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme dhe kryesore që përpos bindjes politike dhe të drejtës së votës se ku do ta mendojnë se kë do votojnë, po të dalin në votim sepse në fundit është një drejtë parimore qytetare për secilin nga ne. Pastaj pse të votojnë Nada Daullen, ishte pyetja tjetër. Kush më mirë se një njeri që i njeh vetë problemet nga afër mund të jetë zgjidhja për ta nesër. Unë jam një vajzë vlore që prapë po e rithem dhe t'i përgjigjem pyetjes si më bëhet më parë, që do vazhdoj të jetoj në Vlorë, do të jem gjithmonë afër qytetarëve vlonjat, do të jem gjithmonë pranë tyre për të shërbyer, pranë qytetarëve për të zgjidhur problemet që do të kenë. Gjithmonë unë do ta kem një derë të hapur për qytetarët vlonjat. Se do të jetë dera e zyrës së deputetes, se do të jetë dera e zyrës së nënkryetares Partisë Demokratike, se do të jetë dera e doktoresh Nada Daulles, por gjithmonë do të kenë një derë ku të trokasin dhe të gjejnë zgjidhje. Dhe për këtë jam e sigurt dhe e bindur në fjalët që them. Faleminderit shumë që ishte me mua sot në Fokus dhe uroj suksese në 11 maj. Shumë faleminderit për ftesën. Gjithë të mirat. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin e Partisë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore për deputete në qarkun e Vlorës, zonën Nada Daulja. Emisioni Fokus përfundon këtu, bashkë miru takofshim të njëjtën.